që Zoti të jetojë në zemrën tonë, duhet të jetojmë një jetë të shenjtë, të drejtë ose që të përmbushet ajo që thuhet në psalmet. Sepse ka 2 apo 3 psalme që thonë: kush do të qëndrojë në vendin e shenjtë të Zotit? Kush do të jetë në malin e shenjtë? Kush do të jetë Zot? Kush do të qëndrojë atje përpara teje? Dhe vetë Zoti jep përgjigjen dhe thotë: njeriu i pafajshëm, me duar të pastra, me zemër të pastër. Pra kjo është, dhe të pasur duar të pastra dhe zemër të pastër do thotë që ne nuk bëjmë mëkate çdo ditë të jetës. Sepse nëse jemi duke praktikuar mëkatin çdo ditë, Zoti nuk mundet të vijë të jetojë në zemrën tonë, nuk mundet. Në këtë rast, Zoti vetëm është rreth nesh. Na shikon, ndoshta na i dëgjon lutjet, na ndihmon apo na bekon, por që të vijë të jetë në zemrën tonë, kjo nuk është e mundur. Sepse thuhet në Bibël që një burim nuk mund të jap ujë të ëmbël dhe të kripur në të njëjtën kohë. Pra këto janë kriteret që ne duhet të plotësojmë në mënyrë që Perëndia të jetë me të vërtet në zemrën tonë. Të kemi shumë kujdes me mëkatet e fshehura. Mëkatet që ne i quajmë të fshehura, ato që nuk mund të shihen, ato janë mëkate që bëjnë shumë dëm. Këto mëkate bëjnë shumë dëm, si egoizmi, zilia apo jo, apo xhelozit, mërit, ambicjet, lakmia, inati që dikush ka ndaj dikujt, apo hakmarrjet, apo me raste krenaria, gjithashtu krenaria, rebelimi, të bërit gjërat pa mend. Të gjitha këto gjëra, nëse i kemi në zemrën tonë, këto pengojnë që Zoti të jetë në zemrën tonë. Zoti Jezu Krisht u thoshte apostujve, goja nxjerr ato që kemi në thellësinë e zemrës sonë, duke dhënë të kuptuar se ato që kemi në zemër dalin në dritë, me anë të sjelljes sonë, mënyrës se si flasim, se si jetojmë në jetën e përditshme, qoftë në familje, në punë, në kompani, në shkollë, kudo ne nxjerrim ato që kemi brenda, ua tregojmë njerëzve, dhe atëherë ndoshta njerëzit do të njohin dhe do të dallojnë se kush është secili, nga mënyra se si ne jemi. Sepse personi flet atë që ndjen, atë që ka brenda, atë nxjerr jashtë, atë që ka brenda e nxjerr në dritë. Dhe bijtë e Perëndis thuhet në Bibël që bijtë e Perëndis nuk e përsërisin apo praktikojnë mëkatin çdo ditë. Pra ata kujdesen dhe ruhen që në zemër të mos jenë të gjitha ato mëkate që ne i quajmë të fshehura. Mungesa e të pasurit mirëkuptim, mungesa e të pasurit urim, mungesa e të pasurit mirësi apo mëshirë, e të falurit të tjetrit, të gjitha këto bëjnë që Perëndia të mos jetë brenda zemrës tonë 100%. Perëndia është me personin, e bekon, i bën premtime, por Perëndia nuk është në zemrën e tij. Kur Perëndia futet në zemrën e një personi, Perëndia i jep dhuntit frymërore. E përdor këtë person, e mbështet dhe njerëzit fillojnë të bëjnë mrekulli, dhe çdo gjë është e mbështetur nga Perëndia. Kjo është, këto janë frytet që do të vihen re në jetën reale. Sigurisht që ne flasim për rastin kur personat janë të arsyeshëm, që mund të arsyetojnë, sepse gjithashtu ekziston edhe një fenomen tjetër kur personat janë në nxotërimin e frymnave apo shpirtrave të ndyr apo të këqinj. Ka shumë demon, shpirtra apo frymra që janë krijuar nga magjit apo mallkimet që njerëzit bëjnë, apo që paraardhësit kanë bërë. Këto frymra apo shpirtra janë brenda te personat, dhe kur personi vjen në kish, vjen i zotëruar apo poseduar nga frymra apo shpirtra që me raste kontrollojnë mentalitetin, trurin e personit dhe personi nuk mund të arsyetojë, nuk është në gjendje që të jetë i arsyeshëm, nuk mund të mendojë, nuk mund të veprojë me dituri, me mençuri, me maturi, me dashuri, me durim. Jo, nuk mund të ketë durim, nuk mund të dojë njerëzit apo të dojë dikë, nuk mundet, sepse kjo frymë e ndyr apo shpirti i keq e ka poseduar, zotëruar, i kontrollon organet e brendshme të organizmit dhe bën që personi ta ketë të pamundur të funksionojë dhe të bëjë gjëra dhe nuk bën asgjë mirë. Ky është rasti kur dikush quhet i sëmur mendor ose një person i mbushur me frymra të ndyra apo shpirtra të këqinj që nuk arsyeton. Këta persona nuk e kanë fajin që janë në këtë gjendje, që janë kështu, sepse djajt që janë brenda tyre e zotërojnë apo e dominojnë. Dhe ky person vjen në kish dhe lufton,
Personi lufton sepse ne shohim në kishë se si personi lufton që Perëndia ta bëj të lirë, por shpirti apo fryma e keqe i zotëron përsëri trurin, ndërgjegjen, arsyetimin dhe përsëri personi nuk mundet të veprojë, nuk mundet të arsyetoj. Kur ka persona të tillë në kishë, ne që kemi arsyen, që konsiderohemi të arsyeshëm, që konsiderohemi se jemi mirë, se jemi normal, ajo që duhet bëjmë është të lutemi shumë për këta persona, të vendosim duar dhe të lutemi që Perëndia t'i bëjë të lirë, sepse ne këtij personi në këtë gjendje nuk mund t'i kërkojmë që të ketë mëshirë, që të ketë dashuri, që të mos ketë mrit, të mos ketë urrëtie, të mos ketë ambicie, nuk mund t'i kërkojmë këto gjëra sepse personi nuk mund të veprojë vetë, nuk mund të ndryshojë, ndaj do të ketë të gjitha këto defekte dhe të gjitha këto defekte do t'i shohim te ky person, që i pëlqen ta shetemet, që i pëlqen të shikojë shtrembër, që nuk përshëndet njerëzit, pra që nuk bindet që thot gënjeshtra. Ndaj dhe njerëzit që nuk e din këtë gjë, situatën e tyre thonë shiko sa njeri i vështirë dhe nuk e din që ky person është në zotërimin e shpirtrave apo frymrave dhe meriton që t'i vendosen duar, të lutemi shumë për të, t'i kërkojmë Perëndisë që ta bëjë të lirë. Prandaj ne themi më raste në atë kishë ka një grup njerëzish atje, disa vëllezër apo disa motra, ata merren me fjalë, ata janë gënjeshtar, grindavec, ju pëlqen të flasin, të kritikojnë njerëzit, nuk binden, nuk kanë brenda tyre asgjë nga Perëndia, janë gënjeshtar, mashtrues ose çdo gjë tjetër. Njerëzit i kritikojnë, pra njerëzit fillojnë të kritikojnë dhe ky është një fenomen që vihet re në të gjitha kishat, pra të kritikuarit e personave. Por nëse personi i futet në thellësi personit tjetër, zbulon që ky person është në zotërimin e frymrave apo shpirtrave, dhe që këto frymra apo shpirtra bëjnë që të sillet në mënyrë të çrregullt. Këtyre personave si mundet ne që t'ju kërkojmë që Perëndia të jetë në zemrën e tyre kur janë në zotërimin e frymrave apo shpirtrave, ndaj nuk mund të ndryshojnë, dhe ata vetë madje nuk mundet as të luten, as t'i kërkojnë Perëndisë sepse nuk e kanë kapacitetin apo aftësinë. Ata presin që ne të tjerët të lutemi për ta, që t'u vendosim duar dhe të lutemi për ta, t'i kërkojmë Perëndisë për ta në mënyrë që ata një ditë ta kenë Perëndinë në zemrën e tyre. Ky është një fenomen që është prezent në mbledhjet e kishës dhe ne me raste flasim për ne që konsiderohemi se kemi arsye, që arsyetojmë që nuk kemi frymra apo shpirtra që na shqetësojnë pjesën e trurit. Mund të ndodhë që dikush të ketë frymën apo shpirtin e sëmundjes. Kjo mund të ndodhë që futet fryma apo shpirti i sëmundjes, por këta shpirtra nuk ndikojnë mentalitetin e personit, por futen vetëm në një pjesë të trupit në anën fizike për të sëmurur personin. Ky rast është më i thjeshtë, sepse personi duke qenë se është i ndërgjegjshëm për sëmundjen që ka i kërkon Zotit duke i thënë: largo këtë frymë apo shpirt të keq të sëmundjes që kam. Jam i sëmurë për shembull nga veshkat, nga mëlçia, çfarëdo që të jetë, nga këmbët, nga variqet, më dhëmbin duar, më dhem krau, Zot ki mëshirë dhe më shëro. Dhe unë me arsyetimin tim jam duke i kërkuar Perëndisë shërim, sepse jam zotëruar nga kjo frymë apo nga shpirti i sëmundjes, sepse djalli këtë gjë bën, vjen kundër nesh për të na bërë gjëra të këqija që të na bëjë të vuajmë. Dhe kjo është lufta jonë e vazhdueshme, konstante që ne kemi çdo ditë të jetës tonë. Ndaj le të flasim tani për ne që konsiderohemi se jemi mirë në anën mendore. Ne duhet të kemi Perëndinë në zemrën tonë, të kujdesemi që të mos kemi inate, gënjeshtra, urrëtie, ambicie, lakmi, zili, të mos merremi me fjalë, me kritika, të mos kemi zili apo të mos zemërohemi me njëri tjetrin. Dhe nëse kemi në shtëpi duke jetuar me familjen, kujdes me grindjet, me ndarjet, me zënkat, me inatet, mallkimet, me fjalët e pandershme e të pista, të mos fyejmë familjarin që jeton me ne, kushdo qoftë, kujdes me këto gjëra. Cila është mënyra juaj e jetesës? Si i bëni gjërat në punë, në shkollë, në kompani ose kudo ku jeni? Si i bëni gjërat? Si silleni? Duhet të jemi të ndershëm, të sinqert me plot kuptimin e fjalës. Kur ne i kemi të gjitha këto kritere, ta kemi të sigurt që Perëndia do të futet dhe do të jetë në zemrën tonë. Ai do të futet në zemrën tonë dhe sjelljet tona pastaj s'do të kenë lidhje me të keqen, në të kundërt, do të ketë dashuri, mëshirë, durim, mirësi. Aty vjen hiri i Perëndisë, duke i dhënë çdo personi, i jep këtë hir që personi të shkojë mirë në jetë,
që të gjithë t'i japin një dorë ta ndihmojnë që njerëzit të flasin mirë për të gjithë, duke thënë për shembull, ju sillni paqe, keni paqe, kjo është shumë e bukur. Të gjithë ne duhet të luftojmë që në botë të kemi vlerësimin apo respektin e njerëzve. Që njerëzit të thonë, ti kush je, ju kush jeni sepse sillni apo rrethoheni me paqe, sepse kjo është ajo që ne pasqyrojmë te njerëzit, ajo që ata perceptojnë. Pra është shumë bukur të jetojmë një jetë të tillë. Dikush mund të thotë, unë nuk mundem, unë kam provuar por nuk mundem, nuk e arrit dot. Unë i lutem Perëndis dhe i kërkoj, por më duket sikur Perëndia nuk më dëgjon. Dua të ndryshoj por nuk mundem. Por duhet të vazhdojmë të këmbgulim. Duhet të këmbgulin sepse kjo mund të arrihet. Njeriu mund të ndryshojë, mund të falë, të ketë durim, të ketë konsiderat për personin tjetër në një moment të caktuar, pra personi mund të arrijë shumë gjëra sepse mund të dominojë dëshirat e mishit të tij, të dominojë ndjenjat, dhe kjo është e mundur kur një person e do Perëndin dhe do të bëjë gjërat që i pëlqejnë Perëndis. Dhe unë dua që Perëndia të jetë brenda meje, ndaj dhe unë vetë do sakrifikoj trupin tim, dëshirat e mishit, sepse këto më kërkojnë kënaqësitë apo gjërat e tjera dhe pastaj Perëndia gjithashtu do të ndërhyjë që të më ndihmojë. Kjo është një gjë për të cilën ne jemi duke luftuar gjithë kohës. Çdo ditë jemi duke luftuar, ndaj dhe Zoti Jezu Krisht thoshte se jeta shpirtërore e besimtarve është si agimi. Thot Zoti që është si drita e agimit, që kur del dielli fillon të shkëlqejë dhe të shkëlqejë dhe nuk është më natë. Fillon të jetë ditë derisa është plotësisht ditë. Kështu është jeta jonë shpirtërore. Çdo ditë duhet të përmirësohemi, të ndryshojmë, kur nuk duhet të qëndrojmë në vend. Në të kundërt, të jemi vazhdimisht duke ndryshuar, duke u përmirësuar në mënyrë që çdo ditë të jetë më e mirë, dhe që Perëndia të na japë dhuntit frymërore dhe që jeta jonë shpirtërore të jetë në rritje, progresive. Kështu duhet të jetë jeta jonë shpirtërore. Ndaj këto janë kriteret që një person të ketë Perëndin brenda zemrës së tij. Dhe Zoti thot, kush do të jetë? Kush do të qëndrojë në vendin tënd të shenjtë? Kush? Personi me duar të pastra, me zemër të pastër, ai që nuk i bën gjërat për të dukur dhe që nuk është idhujtar, ai që nuk u ka bërë keq njerëzve, ai që do të afërmin e tij. Këta janë ata që do të jenë në prezencën e Perëndis, në altar, atje në fronin e Perëndis, në prezencën e Zotit, në malin e tij të shenjtë, dhe kjo është ajo që ne duam të gjithë. Këtë duam të gjithë. Prandaj duhet të vazhdojmë të ecim përpara. Duhet të ecim përpara sepse është shumë e trisht kur janë të shumtë njerëzit që dalin nga kisha pas 10, 15 vitesh apo 20 vitesh dhe dalin nga kisha sepse u lodhën. U lodhën, po përse? Nga çfarë u lodhën? Si mundet që të lodhet dhe të kthehet të jetojë në botë pa Zotin, ku të vetmet gjërat që vijnë në botë janë vështirësitë, vuajtjet, mundimet, ku dyert na mbyllen, Perëndia nuk na i zgjat dorën. Pse të mos na lodh më mirë kjo gjë dhe të themi jam i lodhur duke jetuar në botë pa Zotin, ndaj më mirë të kërkoj Perëndin. Dhe ata njerëz që largohen kanë qenë duke kërkuar Perëndin, por me siguri kanë pasur ndonjë problem. Ju si mendoni? Cili ka qenë problemi atyre personave që largohen nga kisha pas 10, 15 apo 20 vitesh të qenurit në kishë? Nga njëra anë ka munguar kthimi me të vërtet drejt Perëndis. Edhe pse po flasim për persona që kanë pasur 10 apo 15 vjet në kishë dhe prap asgjë. Mirë, me siguri përveç faktit që nuk janë kthyer me të vërtet drejt Perëndis, gjithashtu kanë pasur frymra apo shpirtra që kanë zotëruar apo drejtuar personalitetin e tyre, ndaj kjo është e trisht. Ne le t'i kemi parasysh këta shembuj dhe të jemi të kujdesshëm. Le të jemi të kujdesshëm. Ditën në të cilën ju ndjenit sikur doni të thoni unë ndjej përtaci për të shkuar në kishë, nuk shkoj në kishë, përtoj, nuk dua, mendojeni shumë mirë dhe thoni, çfarë është duke më ndodhur? Frymra apo shpirtra të këqij më kanë zotëruar e dominuar, kanë ardhur tek unë dhe ata bëjnë që të ndihem kështu, të mos të dua kishën, të mos të kem dëshirë të kthehen. Janë djalli do të më dominoj. Ju mendojeni këtë dhe do të shihni se si ju vetë do të jeni duke ndihmuar veten dhe ju luftoni dhe atëherë Zoti do t'ju ndihmojë që të mos largoheni nga kisha.
Duhet të vazhdojmë përpara deri në fund të jetës tonë, deri në fund të jetës. Në njërin nga këto ditë, unë isha duke pyetur në një mësim se ku janë personat që kanë 40 vite në kishë, sepse nuk i kam parë, apo ku janë personat që kanë 30 vite në kishë sepse nuk i kam parë. Por më kanë shkruar, një pjesë më kanë shkruar dhe më thanë, si ka mundësi që ju po thoni se ne nuk ekzistojmë, që nuk jemi në kishë, kështu jemi. Dhe më dërguan foto. Tani janë të moshuar të gjithë ata që kanë 40 vite në kishë, janë të gjithë të moshuar. X apo Y më dërguan fotot, përshëndetjet, këtu jemi, kështu që kur do takohemi sepse duam të takojmë. Mirë, kjo është emocionuese, kjo më jep lumturi kur ne vazhdojmë përpara deri në fund të jetës tonë.